Kako? Do me thënë, si pas të gjitha asaj që ne kemi si informacion, si pasoj e motit të vështirë, me thënë gjatë pasditës sotme, ka më shumë pjesë të komunës të cilët janë përkapur nga rëshqitjet të tokës dhe nga vëshimet. Unë personalisht inspektova disa pjesë të qytetit dhe normalisht formuam shtabin ton të emergjencës dhe po ashtu caktova për secilën nga njësit, do me thënë të qytetit, të komunës, nën shtabe, me qëllim që sa më tepër të mundemi do me thënë të ndihmojmë dhe të tejkalojmë këtë situatë. Realisht në këtë moment, si pas informacioneve që kam, uji është në qytet i pishëm, do me thënë është në gjendje të mirë, përveç 2 lagjeve në pjesën e epërme me qëllim ku është ndalur prej frigës së rëshqitjes së tokës. Po ashtu një pjesë e madhe e rrugëve tani më pastrohen me qëllim që të jenë të kalueshme. Është depërtuar tani më deri në rrugët në malsi dhe po ashtu në drejtim të Reqicës së Madhe dhe Reqicës së Vogël dhe intenzivisht punohet në drejtim të porojit. Normalisht që këto janë emergjenca natyrore të cilat edhe mund të ndodhin, po ne jemi dhe vazhdojmë të jemi afër qytetarëve tanë, e kemi nxjerrur në lëvizje të gjithë mekanizmin të cilin posedojmë. Në ndihmë na kanë ardhur të gjitha komunat mike dhe unë u falenderoj të gjithë atyre, të cilët me mekanizmin e tyre me sa kanë pasur na kanë ardhur në ndihmë. Dhe në të njëjtën kohë nga kontaktet që kam me qeverinë, nesër qeveria do të mbajë mbledhje të jashtëzakonshme, në të cilën do të formohet komision me qëllim që të vlerësohen dëmet dhe të bëhet kompenzimi i tyre. Kërkojmë nga qytetarët që të jenë sa më afër njëri tjetrit, sa më shumë të ndihmojnë shërbimet komunale në tejkalimin e kësaj situate, sa më shumë të ndihmojnë njëri tjetrin dhe në të njëjtën kohë nga këto situata të dalim të gjithë më të fuqishëm dhe më të përgatitur për përgjendje emergjente.
Kemi disa të dhëna të cilat për fat të keq nuk janë të konfirmuara, kështu që derisa nuk bëhen konfirmime nga ana e policisë dhe nga organet tjera zyrtare siç është prokuroria, ne domethënë nuk mundemi që të japim të deklarata në këtë drejtim. Ajo që do të them është se ne do jemi në detyrat tona të punës gjatë gjithë natës së sotme, domethënë i gjithë shtabi, të gjitha shërbimet tona, dhe në këtë mënyrë do të përpiqemi që sa më tepër të zvoglojmë dhe të riparojmë dëmet e shkaktuara. Po ashtu dëshiroj që t'u falenderojmë edhe ju si media, duke pasur parasysh faktin që është shumë e rëndësishme që në këto situata të mos mbisundoj paniku, po thjesht të përballemi me faktin që kemi një situatë të vështirë, po të cilën ne jemi të gatshëm dhe kemi mundësi të përballemi dhe ta tejkalojmë me forcat të bashkëta. Shkojtë shëdrumi, botika, tika.